Surja El Wakia, Mekase, 96 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Kur të ndodh ngjarja, kiameti, ardhjen e saj askush nuk do ta mohojë. Disa do t'i ul e disa do t'i lartësoj. Kur toka të dridhet fuqishëm, male të thërmohen cop e të shndrohen në pluhur të shpërndar, ju, o njerëz, do të ndaheni në 3 grupe. Njerëzit e së djathës, sa të nderuar do t'i jenë fatlumët. Njerëzit e së majtës, sa të poshtëruar do të jenë fatkeqët. Dhe ata që kanë prirë në besim e që do të prijnë edhe në xhenet. Ata janë të afërtit tek Allahu në kopshtet e kënaqësisë. Shumica e tyre janë prej të lashtëve, ndërsa një pakicë prej brezave të mëvonshëm. Ata do të qëndrojnë në divane të stolisura me arë e gur të çmuar, të mbështetur në to përballë njëri tjetrit. Do t'u sillen rreth për shërbim, djelmosha për herë të rinj, me kupa, i brig dhe gota me pije të kulluar që rrjedh, e prej së cilës nuk do t'u dhemb koka dhe nuk do t'u humb mendja, e me fruta të cilat do t'i zgjedhin vetë, dhe mish shpendësh që ua ka ënda. Për ata ka edhe hyrie sy mëdha të ngjashme me margaritaret e ruajtur, si shpërblim për atë që kanë punuar. Aty nuk do të dëgjojnë biseda të kota, as fjalë gjunahesh, por vetëm fjalët paqe, paqe. E njerëzit e së djathtës, sa të nderuar që janë fatlumët, ata do të qëndrojnë në mes të lotusëve pa gjemba dhe bananeve të mbushura me fruta, nën hije të gjera pranë një ujë rrjedhës dhe mes frutave të lloj-llojshme, të cilat kurrë nuk sosen, as nuk janë të ndaluara, dhe në shtroje të ngritura ku i presin hyrijet, të cilat ne i kemi krijuar në një formë të veçantë, jo të lindura, dhe i kemi bërë ato virgjëresha, të dashura për bashkëshortet e tyre dhe moshatare me ta, për njerëzit e së djathtës. Janë shumë nga të lashtët, e shumë edhe nga të mëvonshmit. Po njerëzit e së majtës, sa të poshtëruar janë fatkeqët. Ata do të jenë në afshin përcëllues të zjarrit dhe ujë të valuar, dhe në hijen e një tymi të zi, e cila nuk do të jetë as e freskët e as e këndshme. Ata, para kësaj, jetonin në luks dhe në vazhdimsi bënin gjunahe të rënda, duke thënë: Vallë, pasi të vdesim e të bëhemi pluhur e eshtra, vërtet do të ringjallemi? Vallë, edhe të parët tanë të lashtë? Thua ju, o Muhammed, me siguri, edhe të parët, edhe të mbramët do të tubohen në një ditë të caktuar. Dhe atëherë ju, o jo besimtar të humbur, me siguri që do të hani nga pema e zekumit, me të cilën do të mbushni barkun. Pastaj do të pini ujë të valuar, madje do të pini ashtu siç pi deveja e etshme. Kështu do të jetë gostia e tyre në ditën e llogarisë. Ne ju krijuam, e pse nuk e pranoni të vërtetën? A e keni parë farën që e hidhni? A jeni ju që e krijoni atë, apo jemi ne krijuesit e saj? Ne e caktojmë vdekjen tuaj, dhe askush nuk mund të na pengojë që t'ju ndryshojmë trajtën dhe t'ju rikrijojmë ashtu si nuk e dini në ditën e ringjalljes. Sigurisht, ju e dini krijimin e parë prej një pike fare. Atëherë, përse nuk mendoni? A shihni atë që mbillni? Vallë, ju e bëni atë që të mbi, apo jemi ne rritësit e saj?
Nëse duam, ne e lëm fyçk dhe ju do të çuditeni e do të thoni: ne jemi të dëmtuar, madje jemi krejt të privuar nga furnizimi. A e shihni ujin që pini? Vallë, ju e zbrisni atë prej ereve, apo ne e zbresim? Nëse duam, ne e bëjmë atë të njelmët. Andaj, përse nuk jeni mirënjohës? A e shihni zjarrin që e ndizni? Vallë, ju i keni bërë drut për të, apo ne i kemi bërë? Ne e kemi bërë atë përkujtues të zjarrit të xhehenemit dhe që t'ju sjell dobi nevojtarve. Prandaj, lavdëroje emrin e Zotit tënd të madhërisëm. Betohem në çastin e perëndimit të yjeve, e ky është betim i madh, veç sikur ta dinit, se ky është vërtet një Kuran i nderuar në librin e ruajtur. Atë, Kuranin, e prekin vetëm të pastërtit. Ai është shpallje prej Zotit të botëve. Vallë, një fjalë të tillë ju e mohoni dhe e bëni detyrën tuaj të përditshme ta përgënjeshtroni? Atëherë, përse kur dikujt i vjen shpirti në gryk para syve tuaj, ndërkohë që ne jemi më afër atij se ju, por ju nuk e vini re? Përse pra, nëse nuk do të gjykoheni në jetën e përtejme, ju nuk ja ktheni shpirtin atij? Përgjigjuni kësaj, nëse thoni të vërtetën. Kështu, nëse ai në agoni është nga ata që janë të afërt me Allahun, do të ketë prehje, kënaqësi dhe dhunti të xhenetit. E nëse është nga njerëzit e së djathtës, ai do të përshëndetet, paqe për ty nga njerëzit e së djathtës. Por, nëse ai në agoni është nga përgënjeshtruesit e humbur, ai do të gostitet me ujë të valuar dhe do të përcëllohet në zjarrin e flakëruar të xhehenemit. Padyshim, kjo është e vërteta e sigurt. Andaj, lavdëroje emrin e Zotit tënd të madhërisëm.